Vjosa Osmani ka nisur hapat kushtetues për zgjedhjet e reja. Po lajmërohem edhe një herë kaq vonë sonte për shkak të një zhvillimi të ri. Sa mendova që po pushoj pak. Najse. Presidenti Osmani po punon si orë zvisrane, edhe shpejt edhe në mënyrë efikase. Tashmë zonja Osmani ka nisur të dërgoj ftesat për takim me partitë parlamentare. Siç edhe kemi raportuar në gazetën Politika, Osmani ka nisur me dërgu ftesat për me u konsultu me partitë për datën e zgjedhjeve të reja. Pra, krejt që ka synon presidenti Osmani nga këto takime është me u konsultu për me caktu datën e zgjedhjeve. Në emailin që kam pa unë, që është ftesë zyrtare nga presidenti Osmani, takimi do të bëhet nesër në Kuvend. Vjen mirë që Osmani ka vepruar më një herë, pa humbur kohë dhe në mënyrë tepër efikase për me nis takimet me partitë parlamentare. Tashmë po dihet një gjë, që zgjedhjet do të bëhen brenda 45 ditëve. Të shohim cilat datë do zgjidhet nga presidenti Osmani. Sidoqoftë janë dy data që po përfolen tashmë, ose 21 dhjetor ose 28 dhjetor. Edhe një herë për zgjedhjet.